Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Mund I vendosësh I ftuar kufjet, mund I vendosësh është. Ja tentojmë. Dëgjohet? Na dëgjon? Dëgjohet shumë mirë, por mund t'i heq. Si të duash ti. Zakonisht ne I mbajmë, mund t'i heqësh nëse me që ma lejoni këtë, faleminderit. U vet prezantuar në një lloj forme se u dëgjua, doja ta bëja hyrjen e prezantimit kështu, po e bëj Indrit Nikiari, mirëmëngjes, mirë se erdhe, një personazh që unë e dashuroj të paktën virtualisht në rrjetet sociale. Faleminderit ty për kohën, se me sa kam informacion ti je me bazë në Lezhë apo jo? Po, atje jetoj afër detit, 3 minuta larg detit, 3 minuta larg detit. Është fantastike ti jesh atje, por që unë duhet vi këtu se nuk duhet ma merrni për arrogancë, por që si thuash Lezhë, Tirana kërkon atë impenjimin e vet, edhe kjo ka qenë arsye pse kam vonuar. Absolutisht jo, nuk e me vonesë. Një orë është larg, po kur ka trafik bëhet edhe 2-3 ditë. Bëhet me muaj. Po pra. Indrit, e para njerë punës, pyetja që më lidh natyrshëm është si ka mundësi je një nga mendjet më të rafinuara, më të bukura që mund të gjesh virtualisht online në përjetën, nuk e di nëse më ato I ke parë, por sigurisht gjithë kemi parë analiza që ka bën të ndjem kaq I rëndësishëm. Për atë komunitet që do të mendoj dhe vlerëson mendimin je. Kuptoj. Ç'ne vendoset të qëndrosh në Lezhë dhe jo të jesh pjesë e metropoleve Tiranës, ta pish atë kafe në këto pikat qendrore? Absolutisht. Unë kam jetuar edhe në Tiranë më përpara, edhe gjëja që më ndodh zakonisht në Tiranë është se më kap një etje e çuditshme. Etje që nuk e përjetoj për shembull në Lezhë. Domethënë kam një etje të vazhdueshme, diçka ndodh në organizmin tim. Etje për ujë. Etje për ujë. Ndoshta për etje për ujë. Edhe etje tjera, po etja për ujë kryesisht. Kështu që nuk e di se çfarë ndodh, por ndoshta ka të bëjë me ajrin, ndoshta ka të bëjë me ekspozimin elektromagnetik, është diçka që nuk merret në konsiderat këtu, por që ekspozimi elektromagnetik është I niveli të frikshëm në kryeqytetin tonë. Që vjen si pasojë këtyre që vjen si pasojë antenave Çfarë na bën keq ajo? Ajo është shumë e dëmshme për organizmin, edhe pse nuk lejohet të thuhet për shkak se çdo teknologji varet tek ajo. Ke ndonjë info për këto makinat elektrike, përmendëm me Rudin? Atje doja dilja atëherë vendet më të ndotura elektromagnetikisht me ato që ekspertët që ndjekun dhe ato që lexoj unë, sepse s'dua të bëj ekspertin e gjithologun, janë aeroportet, studiot televizive edhe makinat elektrike. Po, duhet kërkojmë rritje rrogës, është punë dëm I madh ore. Është dëm I jashtëzakonshëm. Po studio televizive për shkak të çfarë? Çka kemi? Për shkak të radiacionit elektromagnetik. Pajisje gjëra. Oho, ne ngelëm rutera. Po marr makinë nafte ore. Të paktën të heqim një të keqe, ç'o bëhet kështu. Edhe çka kjo pastaj sjell dëm në organizëm? Absolutisht, gjëja e parë ngadalson imunitetin, sistemin imunitar, sepse imuniteti I njeriu është tërkohës duke luftuar, sepse trupi I njeriu prodhon kancer tërkohës, edhe imuniteti është ai që kundërvepron. Në momentin që ti ekspozohesh ndaj një ambienti të ndotur elektromagnetikisht, ajo çfarë ndodh është se sistemi yt imunitar fillon edhe bie forca e tij mbrojtëse. Pra ti nuk po mbrohesh më ashtu siç duhej të mbroheshe. Pastaj vijnë pjesë të tjera, për shembull në mbrëmje kur ti je në shtëpi të kap një lloj stresi anonim që nuk e përjeton në kushtet zakonshme gjatë ditës tënde. Edhe ai stresi anonim ndikohet shumë nga ndriçimi që ti ke në shtëpi, për shembull ndriçimi LED në mbrëmje është ndriçim shumë I rrezikshëm për njeriu, sepse ajo transmeton dritë blu, që drita blu është programuar që njeriu ta marrë në orën 9:30 të mëngjesit. Jo 9:30 të mbrëmjes. Pra, për shkak ritmi cirkadian, po. Ritmi cirkadian eksakt, sepse si thua ndriçimi brendshëm në shtëpi duhet të imitoj diellin. Pra duhet të jetë ndriçim si quhet I ngrohtë. I ngrohtë, I kuq, amber, pra të shkojë sa më trajnim duket. Këto syzet kanë të bëjnë me mos më thuaj që kanë të bëjnë. Absolutisht. Janë ato syzet që ndikojnë te drita? Që këto filtrojnë rrezet blu që vijnë nga dritat, nga studiot, nga gjërat dhe nuk lejojnë që rrezet blu të shkojnë. Ku I merr këto? Këto janë syze të bëra specifikisht për të filtruar dritën blu, më kupton? Blehen, kanë, si thuash, vendet fikse, website-et ku blehen, këto të mijat vijnë nga Australia në fakt. Brandi, domethënë që I prodhon, edhe është, si thuash, unë përdor këto dhe ndark përdor ato të tjera që janë të kuqe, dhe ato e filtrojnë fare dritën blu, sepse çfarë ndodh? Shisa interesante. Çështja është kjo, në mëngjes kur ti zgjohesh,
dielli kur lind derisa perëndon nuk transmeton të njëjtën gjatësi frekuencë tërkohës. E ndryshon frekuencën. Po. Edhe kemi UVA në mëngjes, UVB në drekë dhe UVA sërish në darkë. Tani UVA-ja në mëngjes është nga ora 6:30 e mëngjesit deri nga ora 8:30. Është fragmenti ku dielli ushqen mitokondrit edhe trurin e njeriut. Okej. Nga ora 9:30 deri në orën 2 është pjesa e UVB-s. Këtu është kur ti merr vitaminën D. Kjo është pjesa. Kujtohet që ta kam thënë Dil në plazh në këtë orë. Mbas orës 3 ti nuk ke vitaminë D. Ose mbas orës 4 ti dil në diell, po s'është për vitaminë D. Pra po i nxjerrin fëmijë deri në orën 10 dhe thon s'ka vitaminë D fëmia. Pikërisht sepse ti heq në momentin që mund ta bënte vitaminën D. Absolutisht. Por më rëndësishme për fëmijët është pjesa ajo që vjen pras orës 4 pas ditës, që është 4 deri që është dielli që fillon të bëhet më i kuq, kalon në të kuqen. Atëherë kjo është pjesa kur diellin ti nuk duhet ta mungosh, sidomos fëmijëve sepse i ndihmon që të fuqizojë atë lëngun e brendshëm në cilin lahet. Po të shohësh trurin, është ai lëngu i brendshëm i cili prodhohet, e kupton? Dhe ai prodhohet nëpërmjet mitokondrive. E kupton? Edhe ajo rrezet që vijnë nga perëndimi i diellit e stimulojnë prodhimin aty, pra për zhvillimin e trurit të fëmijës, më kupton? Kështu që tani çfarë ndodh? Kur ti si thua nga ora 9:30 deri në orën 3 ose 2 pas ditës, çfarë ndodh? Rrezet e diellit e ndihmojnë organizmin që të prodhojë hormonin e alertit, që është kortizoli. Kortizoli, që thuhet është hormoni i stresit gabimisht, nuk është hormoni i stresit, është hormoni i alertit, është hormoni që ty të bën të hapësh syt, të jesh i vëmendshëm, të përgatitesh për ditën, të mobilizosh forcat, të ruhesh nga predatorët, e kupton? Pastaj, çfarë ndodh? Nga ora 3 deri në mbasditet e vonë, bie komponenti kortizolit edhe rritet melatonina, që është hormoni i gjumit, ai që ty të sjell në atë që të pesho koka dhe do të flesh gjumë, okay? Ajo është melatonina. Tani çfarë ndodh? Ti ke ardhur në perëndim të diellit, është rritur melatonina dhe futesh brenda në shtëpi me ndriçim LED. Edhe i thua organizmit, është ora 9:30 e mëngjesit prap, edhe prodhon kortizol. Edhe vjen ai stresi anonim në mbrëmje pastaj. Sa interesante. Tani kjo të kuqet e bllokojnë komplet se është kjo. Bllokojnë komponenten blu. A mund ta provoj çik lutem? Patjetër. Mbylli syt mos. Por sa bëjnë këto valla? Këto janë të lira, diku te $112, $120. Po Mateo për herë të parë më dukesh si socialist o burr. Gjithmonë më duk kështu, ma bllokon rrezet blu. Ua, disi ta që bë kështu, e bukur, interesante. Ato të kuqet janë akoma më. Edhe më shumë, Kam parë këtë disa që janë manjak të mëdhenj të kujdesit që janë, po flas specialistë, të kujdesit longevity, lifespan e të gjitha me radhë, sportistë elitar, Marcos Llorente për shembull, është Atletico Madrid është i fiksuar, ai merret Haaland gjithashtu, i kam parë që qarkullojnë tani me këto syzet. Absolutisht, sepse varet i gjithë ritmi cirkadian. Ti nëse ti ekspozohesh në mbrëmje ndaj ndriçimit LED, ti po e shkatron komplet atë ritmin tënd cirkadian. Më kupton? Do vonohet gjumi, ti nuk do flesh deri në 12:30. Po, do shkatrohet. Ndrit, po. E di çfarë është interesante është që shumica e njerëzve do thonë, "Ore, kemi pak halle kemi ne tani të rrim të merremi me këto muhabete." Sa ndikon kjo? Absolutisht. Në faktin që ti ose si percepton hallet? Nuk ke parkim, ke puna e nënpaguar, ka lamoni po qartë. Ku të gjitha pranohen, por të vjedhin diellin është domethënë bukur. Është si thua e fundit, është mua më vjen zor tani që t'ju them njerëzve duhet dilin diell. E kupton, është e turpshme, po ka ardhur dita që ta thuash, sepse i gjithë sistemi është si thua orkestruar në mënyrë të tillë që ti të mos kesh kontakt me diellin, që është burimi nuk është vetëm për vitaminë D. Syri është portë metabolike, syri ka, si thua, nervin optik edhe nervin energjetik. Nuk është vetëm për të parë drita. Drita është ushqim për syrin, si thua, e ke parasysh një prizëm që rrah drita dhe shpërbën në ngjyra të ndryshme? Secila nga ato ngjyra, si thua, kyç një reaksion biokimik të caktuar në trup. E kupton që shërben për të orkestruar të gjithë organizmin ton. Pra dielli është vetë jeta. Më kupton, nuk është dielli thjesht ngrohemi të marrim vitaminë D. Dinin këto i lirët vëlla që besonin tek dielli. Po sigurisht. Sigurisht, të gjitha kulturat botërore e kanë adhuruar, e kanë bërë zot, e kanë dashur shumë diellin dhe sigurisht e gjithë shkenca moderne absolutisht i mëshon jashtëzakonisht shumë. Megjithatë ne kemi një problem kulturor, ju themi ka rënë dielli në kokë, pra ne kemi nënvlerësuar rëndësinë e diellit.
Për të vetëm arsye se kam përshtypjen për një periudhë të gjatë nuk ka qenë diskutim kur a i ekspozuar mjaftueshëm apo jo në diell se ekspozoheshim mjaftueshëm diell. Absolutisht. Ndërsa tani, tani janë syzet e zeza për shembull që ty ta filtrojnë, ta lënë gjithë diellin jashtë edhe ty të lënë vetëm pjesën komponentën më negative të diellit të dëpërton në sy, pra syt janë portë metabolike, është mënyra se si astronomia përkthehet në biologji. E kupton? Shkon prandaj kam qef ndritin, i hapet një temë i hapet mund të rri 2 ditë flasi. Po do rrim 4 orë. Si t'ja bëjmë me këtë çështjen e smartphone ose laptopit, se tani duhet punojmë, e ke parasysh? Okej, tani e para duhet të heqim syzet e diellit. Fare. Duhet të mbrohemi nga kremrat, nuk do të vendosim kapele sepse flokët janë si thua rezerva melatonine që i ruan, i depozitohen dhe i konsumon organizmi atëherë kur ka nevojë më shumë për to. Tjetra duhet nxihemi në diell se s'bën. Më kupton? Sa minuta Indrida? Derisa të nxjihesh sepse nxirja, si thua nxirja, të ndihmon që ty të filtrosh ato që tham në fillim që janë ndotja elektromagnetike, çfarë ndodh? Kur ti nxihesh, e gjithë lëkura jote mbushet me melanin. Melanina është ai pigmenti që jep të zezën lëkurës, më kupton? Po. Por çfarë ndodh? Melanina ka një veti tjetër shkëlqyer që është përthithse e të gjithë spektrit elektromagnetik. Pra, valet e dëmshme që të vinë ty nga dotja e jashtme, melanina i mban aty dhe nuk i lejon që të dëpërtojnë më thellë në organizëm. Pra, thjesht nxirja në diell është mbrojtja më perfekte që mund t'i bësh organizmit. Aq e vërtetë është që disa njerëz për shembull kur shkojnë në det, rrin deri nga ora 6 edhe ikin, edhe i djeg lëkura dhe vendosin kremra. Ti nuk ke nevojë të vendosësh kremra që të mos digjesh nga dielli, mjafton që ti të rrish derisa të perëndoj dielli. Dhe në fazën e mbasdites kur dielli është i kuqt dhe ti vazhdon të rrish në bregdet, trupi e prodhon vet kremin e diellit dhe ti nuk digjesh kurrë. Ata që janë veteran në plazhi, në shkuarin në plazh, e di se por qëndrove në plazh derisa të perëndoj dielli, ti s'ke nevojë kurrë për krem dielli, sepse e gjeneron vet frekuencat e asaj periudhe të diellit e gjenerojnë vet kremin e diellit nga brenda. Ti s'ke nevojë. Nëse ti do ikësh se s'ke kohë, pastaj do marrësh kremin. Po. Në fakt kjo është një deg ose një temë që e gjithë shkenca moderne i ka mshuar kokë e këmbë. U mor Nobeli për sa i përket ritmit cirkadian. Ishte zbulim i jashtëzakonshëm që ndikonte tek niveli i sheqerit, niveli i insulinës, problemet kardiake, kështu që këto që po thotë Indriti në këtë moment janë shumë të rëndësishme. Hubermani ka dedikuar jetën e tij neuroshkencëtar pikërisht rrezatimit fazave se kur merret, orët që duhet marrë, kështu që është një temë mjaft interesante, po ekspozimi i diellit është jashtëzakonisht pozitiv dhe të ikim çik nga drita, kjo është shumë e bukur. Falenderoj për ndarjen e informacionit. Për shembull, të lidhur me atë që theti, për ta mbyllur këtë pjesën e kësaj teme, nëse ti e konsumon vaktin e drekës jashtë përkundër konsumimit të vaktit të drekës brenda në shtëpi, niveli i sheqerit në gjak në 30 minutat e ardhshme ekuilibrohet 40% më shpejt. Vetëm prej faktit se ti e konsumove ushqimin jashtë në diell. Kupton? Në diell apo në dritë të diellit? Në dritë të diellit. Edhe sikur ti je vranët, mjafton që ti jesh jashtë. E sheh? Dili hanë në balkon paktën jashtë. Absolutisht. Po, balkon. Po. Mateo. Shumë realisht enciklopedi. Enciklopedi është. Tani kalojmë pak tek pjesa e psikologjisë ose të diskutojmë pak pse shqiptarët ose nuk e di tash vetëm shqiptarët, mund të jenë edhe vende të tjera, e kanë problem këtë pjesën e psikoterapisë ose për të shkuar te psikolog. Pse mendon se ndodh? Shiko, para si thua, ne vim nga një kulturë kolektiviste. Dhe terapia individuale në një vend ku ne vim nga një kulturë kolektiviste nuk ka gjasa që të funksionojë. Sepse si thua, psikologjia kolektive është trajnuar që ne të shërohemi apo ta marrim dijen apo ta marrim si thua terapinë në thonjza kolektivisht, si të tërë, si grup, jo në set, jo në një studio ku unë jam përballë teje, ti më tregon një histori. Kjo s'ka qenë mënyra normale se si një shoqëri kolektiviste e merrte terapinë. Vinte nga politika, vinte nga institucionet fetare, vinte nga nga forma të ndryshme, por kolektiviste gjithmonë, kurse terapia individuale është vështirë të përqafohet nga një kulturë që ka të shkuar kolektiviste. Dhe prandaj Gabor Mate thot tek miti normales që politika është zgjatim i psikiatrisë.
më kupton? Sepse në kultura me të shkuar kolektiviste është politika ajo që luan rolin e terapistës. Dhe politika e ka në dorë nëse do bëj psikiatrin e mirë apo të keq, më kupton? Dhe mund t'i rokanis kokat e njerëzve, thjesht politika për mënyrën si ekziston, pavarësisht debateve, pavarësisht konfrontimeve, thjesht mënyra se si zhvillohet debati publik, mund t'i shkatroj ose mund t'i rregulloj mendjet e njerëzve. Si shpjegohet Indrit që kur vjen puna për të mos zgjidhur gjëra është pasojë e kolektivizmit dhe kur vjen puna për të zgjidhur gjëra që nuk i zgjidhim është pasojë e individualizmit. Tani shqiptari është kolektivist apo individualist? Kur vjen puna tek terapia, e ka shumë të vështirë t'i bëj qasje individualistike. Ata duan të rinë aty mbrapa ekranit, ta marrin informacionin, por mos të duken, mos e vënë identitetin e tyre që unë kam nevojë për këtë gjë. Fenomeni zebrës po themi do të fshihet absolutisht, pas sepse është egoja që kërkon mbrojtjen e vet, sepse unë nuk mund ta egoja nuk e ka qef ekspozimin, e kupton? Aq më tepër si thua për gjëra sensitive. Qartë. Kështu që në këtë rast ne i mëshojmë fakti që duhet jemi më shumë individualist. Pra duhet ta kalojmë atë pragun e egos që të thotë mos shko, mos e thuaj këtë gjë se është sekrete, duhet ta marrin vesh sepse reputacioni yt do bie. E pra, kur vjen momenti që të jap shqiptari bëhet kolektivist, kur vjen momenti për të marrë bëhet individualist. Ju tregon vllai, kurse për të mësuar, ke bërë një video shumë gjatë për ADHD-n. Për të shpjeguar. Tani sigurisht që ne nuk absolutisht, shiko. Po nëse mund ta shpjegojmë pak. Çfarë është ADHD-ja? Çfarë është ADHD? ADHD-ja është Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pra, si thuash, çrregullim i mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitetit. E kupton? Pra janë këta fëmijë që lozin tërkohës, që thon prindërit shumë i lëvizshëm, nuk rrin një sekond, edhe nuk e marrin asnjëherë në konsiderat faktin që mund të ketë ADHD. Pse? Sepse ADHD-ja ka një emër të tmerrshëm, më kupton, që kërkon shpjegim dhe duket sikur nuk është një gjendje disponueshme për t'ia stuar, për ta kategorizuar dikë, e kupton? Po absolutisht unë nuk jam që njerëzit kategorizohen, por ama ajo që kam bërë unë ishte vetëm për awareness, për të zgjuar vëmendjen drejt kësaj, e kupton, sepse shoh njerëz që shkojnë në për fallxhore për çështjet e ADHD-s, më kupton? Sepse nuk e din se është një mundësi mjekësore për të ekzistuar. E kupton, edhe thonë çam ka fëmia, nuk shpjegohet, mi kanë bërë magji. Jo si kanë bërë magji, është ADHD-ja, jo, magji mund t'i kenë bërë. Po nuk është ajo arsye e ADHD-s. Okej, po s'është ajo arsye. Okej. Faleminderit që e ndave siç duhet. Okej. Tani ç'a ndodh? Për ta thënë shkurt ADHD-n, për ta kuptuar. ADHD-ja është një mendje si thush interest focused mind, pra mendje e fokusuar drejt gjërave interesante. Ndërsa një mendje neurotipike është një mendje importance driven mind, pra mendje e fokusuar tek gjërat e rëndësishme. Tani ç'a ndodh? Kur ti je në mendje me ADHD, ty të intereson të kalosh nga gjëja interesante tek interesante dhe si interesos se ty ke edhe 2 orë që paguash taksat. E kupton? Është ti do e lësh atë të vazhdoj. Kam provim, do përgatitem më vonë. E kupton? Do e shtyj deri ditën e fundit. Pse? Sepse po kërkoj gjën më interesante të radhës. E kupton? Dhe është një tru i përgatitur që të funksionojë vetëm duke kërkuar gjën më interesante, jo gjërat e rëndësishme. Gjërat e rëndësishme sa më vonë, sa më shumë ti delegojmë, ti shtyjmë, të mos i bëjmë, më kupton? Sepse nuk gjen energji, pra fiket direkt, e kupton? Ose kur ke një ide të bukur, ke shumë energji, ke me pasion e nis, sa të shkosh deri në gjys rrugës, pum, bie pikjat interesi, do ta lësh. A mund të bëhet atëherë që ka unë me ADHD? Si? Edhe unë mendoj se kjo është si thua fix disfunksion, si thua të lobit frontal ekzekutiv. Nga se vjen? Çfarë shkakton? Është e lindur, është shkaktuar nga diçka, pse s'ka qenë kaq prezente më parë? Tani kjo shkenca është, si thua, e ndarë për këtë pjesë, por grupi më i madh i shkencëtarëve thonë që ADHD-ja është e lidhur me faktor gjenetik, por ama edhe rrjetet sociale këto krijojnë atë që quhet ADHD mimicking behaviors. Pra, si thua, sjellje imituese të ADHD-s, edhe pse ti nuk e ke gjenetikisht. E kupton? Edhe kjo tani sjell që ti të bësh vetëm thjesht nëpër smartphone, duke kërkuar gjën interesante për kohës, scrolling, eksaktësisht, scrolling, notifications edhe gjëra që është mendja jote hooked, domethënë e kapur mat, e kapur me vjeg, me grep, aty tërkohës, edhe ajo të krijon një mendje që ti e kupton. Tani ka shumë çështje për diskutuar njeriu, por do rri duke bërë scroll. Pse? Sepse do kërkoj gjën interesante, jo gjën e rëndësishme që ka. A mund bëhet një CEO banke një person me ADHD? Tani kjo është
e vështirë për të Para nga thënë. banka, E kupton, por që Se duket sikur mund të bëhesh vetëm artist, aktor, piktor, domethënë gjëra që shkon tek interesantja. Eksakt. Ndërkohë ADHD-ja graviton drejt kanë tendencë që njerëzit me ADHD të bëjnë lloj punësh që kërkojnë shumë procese paralele. Pra, ti nuk mund të jesh një person që bën manualisht të njëjtën gjë, dhe asnjërin mirë. Mërziten direkt. Në shumë raste asnjërin mirë. Ose asnjërin deri në fund. Të pyes për një çështje që është kam përshtypjen dhe çështja më e rëndësishme kur vjen puna tek aspekti kulturor, social, njerëzor, inteligjencë artificiale. Ne sot mëngjes kishim një diskutim për sa i përket chat GPT-s, e cila refuzoi së fundmi ose hodhi poshtë atë që kishin dhënë si ide. Si ide, pra atë marrëdhënien intime me chatin, krijimin e një personazhi, një si mund ta them, avatari andej që do përshtatet me shijet e tua. A është aq kërcënim sa mendohet se është? Si e shef? Tani se s'po di çfarë pyetje të bëj me këtë. Shiko, ajo gjëja kryesore që se kam dëgjuar shumë debate, kam dëgjuar disa emisione që flasin ose përpiqen të flasin për inteligjencën artificiale, edhe ajo që thuhet është se është thjesht një mjet, varet se si e përdor. Po. Që kjo është komplet e gabuar. Nuk është një mjet. Rreziku nuk është se ajo është një mjet. Është sepse ne po bëhemi mjetet të saj. E kupton? Nuk është vegël më e jona që ne po e përdorim, është se ne po bëhemi vegla të atyre. Më kupton? Një kompani me agent AI në Kanada i dhan misionin që të krijonte një kompani, krijoi kompani për shpërndarje për çfarë produkti, më kujtohet tani. Dhe çfarë bëri? Filloi duke vendosur shpallje online për të rekrutuar njerëz për të kryer shërbimin e shpërndarjes. Pra, ishte komplet inteligjencë artificiale, themeloi kompaninë e gjitha dhe tani njerëzit do t'i shërbenin asaj që supozohet të jetë e kundërta, më kupton? Por problemi që ka ardhur për njerëzimin dhe për ekonominë është komplet diçka tjetër që desha të vë theksin, edhe faleminderit për pyetjen, sepse si kemi ardhur ne në fillim, si thua, pasuria e njeriu kush ka qenë toka. Ne kemi si thua, perëndoria romake e numëron të pasurinë e saj nëpërmjet fushave të grurit. Më përpara e mastin me toka që lagte Nili, e kupton? Pra, të ishe i pasur dikur, të ishe aristokrat do të thotë tokash, më kupton? Edhe tani orë. Tani, çfarë se do vim. Tani, ç'a ndodh? Në Venecia ndodhi një dukuri e çuditshme sepse Venecia s'ka si plëm tokë. E kupton? Mirë, po atje organizua gjithë tregtia e botës. Edhe ata thanë, "Ore, ne s'kemi nevojë të kemi kaq shumë tokë. Ne mund të organizojmë shkëmbimin e mallrave, tregun, që të kemi më shumë pasuri se sa ata që kanë prona, se sa një mbretëri." Dhe Venecia filloi për shumë gjatë Venecia e mbajti dominimin e saj sepse kontrollonte organizimin e njerëzve. Më kupton? Derisa krisja e parë erdhi në Venecia kur një prodhues instrumentesh me avull i quajtur James Watt përdori një kondensator të ri ajri, edhe aty filloi puna e makinerive me avull edhe kaluam tek fabrikat. Tani fabrikat mund të prodhonin, si thua, tekstile në një javë më shumë se ç'prodhonte një mbretëri me toka në një vit. Më kupton? Pra kaluam nga toka teknologji tek pazari, nga pazari tek fabrikat. Tani që ndodhe, nga fabrikat ku kaluam tek algoritmet, sepse në vitin 1920, për shembull, Ford Motor Company kishte 100.000 punëtor, më kupton? Dhe në vitin 1990 kishte vetëm 4.000 punëtor, të cilët prodhonin më shumë makineri, më shumë makina, pra Ford, se sa që prodhonin atëherë. Pse? Sepse kaluam tek algoritmet, tek makineritë automatike që prodhonin nëpërmjet sisteme algoritmeve. Pra, s'ishte nevojë. Ajo që makineritë u morën në fillim për të zëvendësuar muskujt, tani makineritë po i zëvendësonin fare njerëzit, sepse ato 96.000 që ikën nga puna, nuk është se gjetën punë më të mirë, se gjetën punë fare më. E kupton? Ç'a ndodhi? Ose për shembull Kodak në vitin 1998 ka pasur 140.000 punonjës. Më kupton? Edhe kishte diku të 31 miliard të ardhura. Një dekadë më vonë, ç'a ndodhi? Instagrami me vetëm 13 punëtor u shit për $1 miliard tek Meta, Facebook. Pra,
kaluam nga fabrikat, nga prodhimi me fabrika, me si thuash, me makineri, kaluam tek algoritmet që ishin aftësia për të organizuar në një shkallë globale vëmendjen njerëzore. E kupton? Pra erdhëm nga toka, tek duart, nga duart tek mendja, dhe tani jemi tek inteligjenca artificiale, që është hapi i fundit, si thuash, është përmbysja e katërt e asaj ku njerëzit bazoheshin. Tani nëse ne nuk bazohemi dot as tek toka, as tek muskujt, as tek mendja, sepse tani çfarë po bën inteligjenca artificiale? Po zëvendëson mendjen tonë, e kupton? Si thuash, piketa e fundit ku mund vinim këmbët për të mbështetur, tani s'është më, ose s'do të jetë më për 2 vite, e kupton? Sepse do i zëvendëson. Dhe tani çfarë do ndodhi? Për herë të parë në historinë e njerëzimit, po ndodh diçka që s'ka ndodhur kurrë, që inteligjenca nuk është më diçka metabolike. Pra ti për të prodhuar mençuri, nuk ke nevojë më për oksigjen, as për muskuj, as për si thuash glukozë, as të hash, sepse e prodhon ai me rrjeta elektrike, me kondensator edhe me tranzistor, më kupton? Me chip, me silikon, e kupton, me pak energji elektrike. Mirë, po ç'a ndodh? Ekonomia botërore është sepse AI-ja nuk të kërkon më aty as rrogë të 13, as pushim dreke, as pushime verore, nuk ti kërkon këto fare, e kupton, s'ke nevojë. E ç'a ndodh? E gjithë ekonomia botërore, GDP-ja varet tek mungesa, sepse për kufizimi i ekonomisë cili është menaxhimi i resurseve, menaxhimi i burimeve të kufizuara, e kupton? E gjithë koncepti i ekonomisë botërore është tek kufizimi, por nëse unë fus në këtë ekuacion një variabël që është e pafundme, më kupton, sepse kur e prodhoi inteligjencën me makineria ajo bëhet e pafundme. E njëjta gjë ishte edhe me botën e fotografisë, për shembull Kodak që prodhonte fotografi, që ishte një treg i caktuar dikur, që njerëzit bënin fotografi edhe i mbanin. Pse u largua fotografia në letër? Sepse fotografia digjitale u bë infinit, u bë e pafundme, ti mund bëje foto me iPhone, sa edhe ti s'kishe nevojë të printoje foto më, e kupton? Në të njëjtën mënyrë kur inteligjenca të bëhet digjitale, ti s'ke nevojë të prodhosh me inteligjencë tradicionale, e kupton, metabolike. Pra ndarja e inteligjencës nga metabolizmi është thyrja në fakt e gjithë sistemit ekonomik botror. Dhe ky është kërcënimi më i madh i inteligjencës artificiale, sepse do thyhet rendi ekonomik botror prej saj. Kjo është rreziku më i madh që duhet që nuk çfarë do thot praktikisht për ne? Çfarë do të thot? Do të thot se GDP-ja që ishte një me qëra fjala ai që ka krijuar GDP-n që e përdori që shpiku si parametër matës i ekonomisë, është lutur gjithë jetën e tij që shteteve që mos e përdorni GDP-n për të matur ekonominë e shtetit, sepse është një dashboard, si thua, është një panel kontrolli që nuk të tregon të vërtetën. Sepse GDP-ja, të marrim një tërmet. Një tërmet është shumë i tmerrshëm për njerëzit, e kupton? Po për GDP-n është sepse është ndërtim, është rifutje në ekonomi jetë, edhe i rrit shifrat, e kupton? Një divorc për jetët e njerëzve, për aspektin social është i tmerrshëm, po për GDP-n është sepse kemi 2 shtëpia, kemi 2 abonime interneti, kemi 2 makina, e kupton, rritet konsumi, 2 fish. Do të nuk reflekton edhe cilësinë e jetës. Një rast kanceri është i keq për individin, është i keq për familjen. Por ama gjeneron 600.000 euro analiza gjëra laboratore, rimbursime, e kupton, pra si thua GDP-ja është një panel kontrolli që nuk tregon të vërtetën sociale, e kupton? Që nuk dhe tani i gjithë ky sistem shtoj tani edhe që folëm më sipër, që kjo inteligjenca bëhet metabolike, edhe përfundojmë në një diçka që askush nuk i jep më drejtim se ku do shkoj. E vetmja gjë është zgjidhja që ne duhet kthehemi aty ku ishim, tek toka. Duhet kthehemi tek fshati, duhet kthehemi tek ferma, të krijojmë komunitete sovrane që ndihmojnë njëri tjetrin, që mblidhen, që krijojnë pavarësi energjetike, që krijojnë, domethënë mblidhen bashkë, vënë panele, mbrojnë njëri tjetrin, krijojnë ferma, prodhojnë nga toka ushqime që të mos jenë të ndërvarur, krijojnë pavarësi ujore me burimet e tyre, pra drejt kësaj, sepse në një rast të mundshëm kolapsi, të mos jesh pa asgjë. Kështu thotë çati ore, po ta pyes. Është e pashmangshme. Duhet kthehen te toka, duhet kthehen. Duhet të keni diçka në fshat. Është shumë e rëndësishme të keni diçka në fshat. Kemi, Rudi ka një 8000 metra absolutisht duhet për ndërtim. Por mos e lini kot. Po mos e lini kot Rudi, mos e lini kot. E di, po është kthyer realisht më vështirë. Është e para një herë duhet të bësh një kompromis shumë të madh me komunitetin e njerëzve me të cilët do jetosh.
Nëse e familjar, pastaj nuk ke infrastrukturën e dur të shkollimit të fëmijës, sigurisht është një vendim shumë i madh. Do të fillosh pastaj të bësh autodidakt. Jo, shiko, mund të jetosh në fshat, por në një fshat Francës për shembull. Po mund ose duhet të jetosh izoluar, se niveli çfarë të rrethon aty është pa dashur të paragjykoj, është jemi çik agresiv në fshatrore. Absolutisht, prandaj thash duhet krijohet komunitet sovran që bashkëndojnë punët me njëri tjetrin, që nuk mbjellin gjithë njëjtën gjë, por mbjellin kultura të ndryshme, me kazëm në dorë, të çajmë vetëm një çajm blokadë, vetëm një xhaxhin verë bëri atë orë, që i tha shiko, do rrini këtu të lumtur, të gjithë do jeni të lumtur. Edhe të lumtur ishin në fakt kur e mendon. Ore pse Uruguay u bën më të lumtur thua? Jo, sëmur janë prap, njerëzit mbi peshë janë, të palumtur janë, e tjera me radhë. S'kishte problem. Duket se është fati i Shqipërisë. Indrit, a janë më të lumtur apo janë më pak të lumtur shqiptarët në raport me 20 vite më parë? 30. Me gjithë filozofit që un kam pas kohën edhe si thua luksin kohor që të lexoj edhe të ndjek filozofë të ndryshëm. Në fund të gjithë këtyre studimeve, ai që më dha për kufizimin më të saktë të çfarë do të thotë të jesh i lumtur, më ka ardhur nga një rresht i një poeti lezhian, Ndoc Gjetja. Sepse njeriu nuk e bën të lumtur as shtëpia e madhe, as jahti, as pajisjet që disponon, as iPhone-i, as grataçelat, nuk e as çfarë themon ty. Njeriu, thot ai në një rresht, njeriu e bën të lumtur vetëm njeriu. Njeriu ka nevojë vetëm për njeriu për të qenë i lumtur. Më kupton? Kështu që ky është definicioni më i saktë, po të bëni atë rrugën e plot. Për njeriu që mund të jetë vetja. Njeriu, pra, të jesh veten, se ka njerëz që jetojnë në mënyrë solitare. Por njeriu lumturia është të bësh të lumtur dikë. Pra, si thua, të vi prej njeriu për shkak se ti bëre diçka për njeriu, jo se bëre diçka për pasurim material apo për pasurim të çfarëdo llojshëm. A kupton? Lumturia është shkallë e lartë të stazhonimi mental kjo që të arrish në këtë përfundim. Po ajo është e vetmja ama. Duhet të kesh jetë si dush, po ajo është e vetmja. Po, duhet të kesh vërtetu. Që ti të ndihesh i lumtur, duhet të bësh të lumtur dikë. Duhet të kesh vërtetu vetes që të gjithë lumturitë e jahtit, pallatit e tjerë janë përkohshme. Pra duhet ta kapësh kështu. Po, sa e vështirë është dhe sa e vështirë është. Si thotë Peterson për të vërtetën, thotë që njerëzit duan që të jenë pozita shumë të favorshme për të thënë të vërtetën e tyre dhe rruga për të çuar në pozita shumë të favorshme është aq e gjatë dhe me aq shumë kompromis sa që kur shkon aty e para nuk ke më interes të ta thuash dhe e dyta mbas edhe nuk e ma mend se cila ka qenë ajo në fillim. Dhe mbas edhe koncepti i lumturisë është i përngjashëm, rruga për të dalë në konkluzionin që paraja nuk është asgjë. Ose vlera materiale nuk është asgjë, është aq e gjatë. Eksaktësisht siç thot një mik i imi që duhet bësh shumë shkollë për të kuptuar se shkolla nuk vlen aq shumë. Po. A ka diçka që duhet ta diskutojë se ne ndryshe nga podcastet që janë shumë të shtruara në kohë, e kemi të kufizuar kohën. A ka diçka që duhet të prekje në këtë ti flet për librat, flet për psikologjinë, flet për shumë çështje të ndryshme dhe nuk e di për çfarë të diskutoj më parë me ty. Po një mesazh që të duhet të jepi që mendon se është i rëndësishëm për mirësimin e kësaj shoqërie ose rinie, le të them. Atëherë dua të ripërsëris falënderimin që më ftuat, më morët, më rrëmbyet. Shumë faleminderit. Kështu që ajo që do të thoja unë është sepse ka lidhje me rrjetet sociale, sepse jemi shumë të ekspozuar dhe kemi zero mbrojtje, më kupton? Edhe gjysma e ankthit që krijohet në popullat vjen nga fakti se ne jemi tërkohës duke parë jetët në mënyrën se si të tjerët po jetojnë jetën e tyre më shumë se sa ç'duhet. Prindërit e tu, prindërit e mi në gjithë harkun e jetës tyre kanë parë vetëm 10 vetë të tjerë me të cilët e krahasonin veten, sepse qeniet njerëzore janë qenie krahasuese, orientohen duke krahasuar me të tjerë, duke parë çfarë po bën të tjerë. Dhe në gjithë databazën e trurit të tyre ishin vetëm 10 vetë. Ky është më mirë se unë, ky është diçka si unë, ky është shumë më lart se unë. Ky është çik më dobët se unë, edhe kaq mbaron të krahasimi. Kurse këtu në 5 minuta ti mund të shohësh edhe 10 vet që janë super me qindra mijëra herë që po jetojnë më mirë se sa ti. Dhe duke qenë tërkohës të ekspozuar ndaj mënyrës se si të tjerët po bëjnë një jetë shumë më të mirë se sa ti, kjo ty të bën detyrimisht të ndjesh inferior. Dhe platformat e kanë për qëllim këtë gjë,
sepse duan të bëjnë të ndjesh inferior që ti të blesh. Nxisin Sepse ato konsumatorizmin. absolutisht, sepse në fund të fundit ato nuk janë platformë, nuk janë rrjete sociale. Ato janë, sepse ju thuhet gabim rrjete sociale, ato janë platforma reklamash. Kjo është definicioni i vërtetë i tyre. Kështu që ata duan që ti të ndjesh keq me veten tënde, komplet kështu që pastaj të nxjerrësh të blesh, e kupton? Vetë ai që ka në fakt një t-shirt ka ore, me atë. Pra. Interesante ore, vetë që ai që i ka domethënë të njëjtat rroba vesh. Po si është ajo, kur je milioner vesh marka të mëdha shumë, kur je miliarder s'vesh asgjë, më kupton? Po prapë shkojmë tek ajo udhëtimi. Pra. Okej. Shumë faleminderit. Indrit, shumë faleminderit, do donim shumë të qëndronim për shumë gjëra tjera. Indritin e gjeni lehtësisht në Instagram, dikush që nuk e ndjek nga ju. Është super interesant, bën analiza shumë të bukura, ka mendime brillante, unë personalisht jam fan i madh i tij, ja them edhe një herë publikisht. Faleminderit, edhe unë ju ndjek.